Në qytetin e Lezhës, mes frymës festive të dhjetorit, u zhvillua analiza vjetore e ambasadorëve të paqes botërore për të drejtat e njerëzit në drejtimin e kryeambasadores për 202 vende të botës, zonja Dashurie Divintari. Ky takim përmbyllës i vitit u kthye në një moment reflektimi dhe vlerësimi për punën e bërë nga ambasadorët në trevat shqiptare dhe më gjerë. U vlerësuan veçanërisht kontributet e ambasadorëve nga Kosova, si zonja Viktore Zefi dhe stafi i saj, si dhe u shpallën tituj të rinj nderi për figurat që kanë promovuar paqen dhe të drejtat e njerëzit. Të nderuar me titullin ambasadori i paqes botërore, ambasadori Bashkim Lazër, Flora Kraja, Dashamir Hasaj dhe Viola Shkalla. Falënderime të veçanta ju drejtuan dhe ambasadores Marjeta Zaimi nga qyteti i Lushnjës, si dhe përfaqësuesve nga trojet shqiptare, Kosova, Maqedonia e Veriut, Greqia, Italia dhe Europa. Aktiviteti u shoqërua me këngë patriotike dhe interpretime nga Antoniela Kukaj e këngëtarit shkodran Arben Koçaj në një atmosferë të ngrohtë mikpritje nga restorant Pëllumbi. Të pranishëm ishin dhe të ftuar nga Lushnja si Shqipe Gjoshi dhe Hakile Nexha, ndërsa në fund u shpërndante certifikata mirënjohje për personalitete që kanë kontribuar me përkushtim dhe dashuri në përhapjen e paqes. Aktiviteti do të transmetohet të shtunën në orën 21 në emisionin Personazhe në Fokus në televizionin Apollon. Këtu në paqe nuk ka as presidente, as kryetari, siç u kam thënë në fillim. Ne jemi të gjithë një emër, një dashuri, një paqe. Kështu që të gjithë së bashku të punojmë në vazhdimsi, siç e kemi nisur dhe pas një lloji distancion nga njëri tjetrin, të duam njëri tjetrin, të afrojmë njëri tjetrin, se kështu është paqja, nuk është paqja që të kthejmë kurrizin njëri tjetrin. Asnjëherë nuk e pranojmë. Prandaj dhe ne kemi ecur shumë vite drejt paqes, vetëm nga kjo, që jemi një të gjithë.